Mirëmbrëma dhe mirë se vini në Kallëzo për një me. Kohëve të fundit, Instituti për Mbrojtjen e Monumenteve të Kosovës, IKMM, është në lajme vazhdueshme lidhur me atë se apo ja bllokon komunës së Prishtinës projektet, apo po e konservon qendrën historike të komunës së Prishtinës. Debati lidhur me këto institucione, komuna dhe IKMM, po vazhdon, prandaj kemi vendosur për herë të parë ta ftojmë drejtoreshën e IKMM-s, Rezarta Logja Vitakun, e cila është udhëheqëse e këtij institucioni që nga viti 2022, por në IKMM që prej viti 2009, me cilën do të diskutojmë detajet jo vetëm për komunën e Prishtinës, por edhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore në gjithë Kosovën. Rezart, me fillu intervistën, mas ju kom për herë të parë, çka bën instituti? Çka është mandati i institutit, roli i IKMM-s në Kosovë? Po. Jeta fillimisht faleminderit për ftesën. Roli i Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve është fillimisht ruajtja dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore si vlerë e rëndësishme për identitetin kombëtar dhe zhvillimin e qëndrueshëm të vendit tonë. Si institucion qendror për trashëgimi kulturore, Instituti i Kosovës ushtron një sër rolesh brenda veprimtarisë së tij. Roli i parë i institutit është ruajtja dhe mbrojtja e trashëgimisë kulturore përmes identifikimit, dokumentimit dhe menaxhimit të monumenteve apo aseteve të trashëgimisë kulturore arkitekturore. Konservimi dhe restaurimi po ashtu janë një rol kyç i institucionit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, bashkërisht me qendrat rajonale të trashëgimisë kulturore, të cilat janë institucione varëse të Ministrisë së Kulturës. Sa monumente i keni mbrojtje, Rezart? Lista e trashëgimisë kulturore në mbrojtje përfshin disa kategori të trashëgimisë, përfshin atë arkeologjike, arkitekturore, fushat e konservimit, ansamblet, si dhe trashëgimisë shpirtërore. Numri aseteve që janë të vendosura në listën e trashëgimisë kulturore për mbrojtje është dikon rreth 1700 asete kanë status të mbrojtjes ligjore. 1700, sa veta i kem punë, thjesht instituti, sa i punëson për me i mbrojt 1700 asete? Institutin mandatin, cilin ja jep ligji për trashëgimi kulturore dhe aktet në ligjore, e ushtron së bashku me qendrat rajonale, do të thotë 7 qendrat rajonale të trashëgimisë kulturore që veprojnë në 7 qytete. Te total jemi sa veta staf? Total stafi përfshin dikon rreth 70 deri në 80. Persona përfshi këto profesionistët e fushës, bashkëpunëtor profesional, krijues dhe performues dhe stafin teknik. Kush e sfidon më shumë ti trashëgiminë kulturore prej përvojës tënde që është dikon 15 vjeçare në këtë institut, apo? A jam gabim? 15 vjeçare është në qendrën rajonale të trashëgimisë kulturore, ndërsa 2 vjet e disa muaj në Institutin e Kosovës për mbrojtjen. Do me thonë, në fillim ke punu në QKRT-n apo qendrën rajonale të Mitrovicës. Po. Si përvojë e jote si profesioniste prej 2009-s në institut, kush është sfiduesi më i madh i rujtjes së trashëgimisë kulturore? Çka e sfidon më shumë ti këtë mbrojtje? Po zhvillimet e pa kontrolluara jeta. Më shumë të e sfidojnë. Po deri te kjo sfidë vjen në bazë disa mungesës së ndërgjegjësimit të publikut edhe institucioneve mrena që veprojnë. Nëse kishim para se me shku në Prishtinë, ku kemi nështë ma shumë punë, se po du detajisht me sqaruanën e juj, janë 2 vende të cilat na u kanë përmend debate komunale, të cilat sapo i kemi kry në për çdo komunë, edhe po du me të pyet mas pari për Prizren. Po nisi për Prizrenin si qendra ma e rëndësishme historike e Kosovës, ma e vizitumja, për që ato po thë ma e rëndësishme, ma e vizitumja dhe për turistave. Qa ka ndodhë në Prizren që është që o rënu kompleksi Saraj i vjetër, pse keni leju me u rënu, pa ja qitë shirita që shënë qitë në Prishtinë? Jeta, pa dalë të rasti i Sarajit, kisha dasht ta sqaroj mandatin deri te lejet dhe pëlqimet e ndërhyrjeve në asete. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve është i vetmi institucion publik që jep leje për ndërhyrje
ndërtesa arkitekturore që kanë status të mbrojtjes. Do të thotë nuk ka organ tjetër apo mekanizëm tjetër që e jep një leje për ndërhyrje direkt në ndërtesat që kanë status. Në këtë rast, pa dashur më lëshu shumë, sepse Landa veç ka marrë një rrugë tjetër përmes organeve drejtësisë, kisha dashur me cekë se komuna e Prizrenit e ka bën një shkelje duke dhënë lejen për rënim, që në këtë rast Instituti i Kosovës asnjëherë nuk lëshon leje për rënim, nuk japim leje për rënim. Në mandatin tonë nuk jepet leja për rënim. Mandati po kur e shihni të shkatru, të rënu, roli juaj është me mbrojt, apo? Po gjithsesi. Edhe, a u mbrojt këtë rast? Kur para se mu rënu? Po Landa ka qenë në shqyrtim, do të thotë, dhe veprimet janë marrë pa respektu procedurat administrative, ligjore dhe ato profesionale. Shumë mirë, kush e ka dërgu Landën shqyrtim te ju? Landa ka ardhur përmes qendrës rajonale trashëgimisë kulturore dhe është përcjell gjithherë sipas procedurave që janë caktuar me procedurat standarde të operimit për. Ju keni qenë të e shqyrtu, a është e lehtëshme leja për rënim, apo? Unë prap po duna mu kthy, leje për rënim nuk shqyrtojmë na, sepse ligji nuk na mandaton neve t'japim apo mos t'japim leje. T'japim leje për rënim, mos t'japim gjithsesi. Keni drejt me nalë rënimin. Po na kemi tentu me ndalë, mirë po veprimet janë marrë para se me marrë na hapin drejt rujtjes. Sa ko e keni pas shqyrtim që të Landë, masi që është bo shumë e madhe, ministri ka bo kallëzim penal ndaj komunës së Prizrenit për këtë rënim, po më intereson sa ko ka qenë prej momentit që ju e keni marrë Landën e ka qenë në shqyrtim. Jeta kështu më duhet ta sqaroj se ligji për administratën e përgjithshme, çdo paraqitje e një kërkese për leje apo ndërhyrje në asetet e trashëgimisë kulturore, cilat kanë karakter nacional, kombëtar, dhe këtë rast gjitha asetet që përfshihen në listën e trashëgimisë kulturore, shqyrtimi i tyre është 45 ditë. Edhe a ka qenë brenda këtij afati apo kalu afatit e Sarajit? Jo, asnjëherë nuk është kalu afatit e Sarajit për shkak se udhëzimet e dala nga Komisioni Profesional Shqyrtues i IKMM-s kanë shku brenda 20 dite prej datës kur është pranuar Landa për shqyrtim në institut. Gjykata mundet me lëshu masën e përkohshme, për shembull e dim që i ka vegla si masën e përkohshme me nal atë rënim, ju a i keni veglat e tilla me i përdor për me nal në rënim? Po gjithsesi, Inspektorati Trashëgimisë Kulturore, i cili po ashtu është institucion publik, i cili vepron mbrana Ministrisë së Kulturës, i ka marrë të gjitha veprimet ligjore. Cilat veprime i ka marrë? Për ndalimin e rënimit. Kallëzama i ka qitë shirita, kallëzona që ka bo, se për Prizren si jemi të informu. Ka vendos shiritat, ka vendos pllakën informuese të ndalimit të punimeve. Edhe përkundër pllakës, komuna e Prizrenit ka hi me rënu? Po. Çfarë ka ndodhur? Ka ndodhur. A është veç ta theksojmë Saraji vjetër ka qenë monument i mbrojtur, apo? Po, në listën e trashëgimisë kulturore të përhershme. Do me thonë, kryetari i komunës Prizrenit e ka thyë qatë rregull edhe ka hi mase që keni qitë shiritat? Po. Në rastin e Gjakovës, po du me të pyet, pra para se me dalë në Prishtinë, u ka përmend që është bo ndërtimet, janë bo ndërtime në zonën e mbrojtur të Gjakovës, në kohën ku s'ke qenë ti udhëheqëse i IKMM-s, kjo ka ndodhur në 2020, edhe këtë çështje ka ngrit asamblejistët alternativës që thonë komuna e Gjakovës ka leju ndërtime të larta brenda perimetrit për 50 metrave të objekteve si kulla Sulejman Vokshi, shkolla e parë shqipe me i tepër Rushdia, objekti shkollës vjetër muzikës. Çka ka bo IKMM-ja në çët rast të Gjakovës? Në rastin e Gjakovës, IKMM-ja me siguri se bashkëpunim me Inspektoratin e Trashëgimisë Kulturore i kanë marrë të gjitha veprimet. Mirë po, ndërtimet që janë zhvillu nuk kanë pëlqim për ndërtim. Të ndërtimet që veç i përmendet jo. Se kur isha te mandati i Institutit Kosovës, çdo organ, qoftë nivelit qeveritar, apo komunal, apo individ, ndërhyrjet apo ndërtimet që ndodhin në zona mbrojtëse gjithsesi duhet t'i nënshtrohen pëlqimet, marrin pëlqim nga Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, ndërsa lejen e jep
Ministria e Planifikimit hapsinor. Okej, pëlqimin. Shpjegoj procesin e pëlqimit, thjesht sa kohë përpara vyn organi që dënë me ndërtu diçka, qoftë ai organ qendror, qoftë komunal, me bo kërkesën për pëlqim, edhe a e ktheni ju me kohë. Jeta na mundohemi gjithmonë mi kthy këto përgjigje me kohë. Paraprakisht si do duhej të veprohet, është e para që të miren kushtet edhe kriteret sipas standardeve profesionale për ndërhyrje në zonat mbrojtëse. Prej kujt miren kushtet dhe kriteret? Për institucionet përkatës trashëgimisë kulturore, do të thotë në këtë rast Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve dhe qendrat rajonale për trashëgimi kulturore. Jo, IKMM-ja. Po. A jepni ju kushtet dhe kriteret, a i keni kushtet dhe kriteret transparente për krejt komunat e Prishtinës, të Kosovës, falë? Jeta, kushtet dhe kriteret në një zonë mbrojtëse, do të thotë kur janë caktu kufite, asaj zone janë unike për secilin rast. Do të thotë asnjë zonë nuk i përshtatet zonës tjetër, nuk i bjen tamam zonës tjetër. Në këtë rast duhet studiohet zona mbrojtëse dhe tipen kushtet dhe kriteret në bazë zhvillimeve dhe monumentit që veç është kriju ajo zonë për shkaqet monumentit, ruajtjes dhe integritetit monumentit në hapësirë. A duhet lejen me marë para se mu projektu qaj projekt, apo para se me fillu ndërtimi qëti projekti? Kur duhet mu marë qaj leje, pëlqim të qendra ju i rajonale, apo IKMM-ja? Edhe praktika, edhe teoria e thotë se para fillimit të çdo veprimi duhet të miren kushtet dhe kriteret, sikurse që i marrin nëpër mekanizma tjerë, qoftë në drejtoritë urbanizmit apo në Ministritë Planifikimit hapësinor, gjithmonë është paraqitet shkresa për kushte ndërtimore dhe pastaj hartohet projekti. E njëjta është edhe me institucionet e trashëgimisë kulturore. Mirë, për du me dalë të qendra historike e Prishtinës, ju kom lutë me na qu fotografi për çka është qendër historike e Prishtinës, sepse në Prishtinë nuk kemi një qendër të definuar si në Prizren, për shembull. Apo ma shpjegon pak prej profesionit juj, të arkitektëve, të studiusve trashëgimisë kulturore, çka llogaritët qendër historike e Prishtinës, e ke dërgu këtë fotografi që po du me nda me regjin, e keni përcaktu me këto vija, tregom çka përfshin për gjithë ata njerëz që e kanë vizituar në Prishtinën, nështë edhe sjetojnë këto. Po. Çka përfshin kjo? Me siguri këtu se... mund ta shikoni përballë kjo. Okej. Jeta veç po shihet një hartë që është dhe ajo mesi harta ku po dominon ngjyra e kuqe e ndest, është bërthama e qendrës historike, që në këtë rast kisha dashur me ju tregu ndoshta që e përfshin pjesën te Muzeu Kombëtar, Xhamia Fati Xhamia dhe asetet që janë më shumë të fokusuara në qatë pjesë është bërthama e vjetër e qytetit të Prishtinës, njëkohësisht përfshihet edhe rruga Model. Ndërsa harta që është e kuqe më e hapur, kështu po mendoj, më e zbet, përfshin zonën mbrojtëse, kufirin e perimetrit të këtij ansambli të aseteve. Do të thotë brenda zonës të kuqe të ndest është një numër i monumenteve. Cilat janë ato? Që e krijojnë një ansambël. Cilat monumente janë aty? Unë më tash me fillu me ti... Disa? Ka monumente shumë, do të thotë janë është Muzeu i Kosovës, është Xhamia e Jasharpashës, është Xhamia e Mbretit, Hamami i qytetit, Xhamia e Madhe, Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, ndërtesa e institutit ku vepron instituti sot, këto janë krejt në një perimetër të vet. Po shkojmë te ngjyra e kuqe e padhes. E padhes. Më the për publikun. Kështu që për shkak se po du me të pyet, a është në qatë vend sheshi Gjergj Bosh? Po du me dalë te sheshi Gjergj Bosh. A është aty? Po. Pse është, veç shpjegona në qëtë zonë ku është sheshi Gjergj Bosh, çka është e mbrojtën, qysh është e mbrojtën? Edhe çka do me thonë, qira rekupizime, çka është dallimi mes pjesës vjetër qytetit të xhamit, kundrejt sheshi Gjergj Bosh. Tash do me thonë të xhamit janë karakteristikë ndërtesat e një periudhe më të vjetër në këtë rast. Ndërsa
Te sheshi George Bush kemi ndërtesa arkitekturore me vlera që janë pjesë e listës trashëgimisë kulturore, po ashtu të periudhave pak më vanshme, se sa ato mbërthamën e qytetit, cilat muna dhe tash A janë i të kategorisë njëjtë, po më intereson a janë të përkohshme të mbrojtura atë përhershme që to të George Bushit. Momentin që një aset, një ndërtesë arkitekturore merr statusin e mbrojtjes ligjore, ajo i nështrohet regjimit njëjtë, qoftë mbrojtje e përkohshme, qoftë mbrojtje e përhershme. Cilat janë kufizimet e çatyre ndërtesave, çka nuk kupton me qenë mbrojtur? Çka nuk kupton me qenë mbrojtur, do me thonë duhesh m'ja mendu gjithmonë integritetin në hapësirë, mos me cenu ndërtesën që ka status të mbrojtjes. Dhe duhet të hartohet një politikë zhvillimore, një politikë e konservimit për zhvillim të asaj zone. Kush e ndërton që të politikë zhvillimore të asaj zone? Politika zhvillimore, politikat e konservimit dhe zhvillimit në zonat mbrojtëse hartohen mas që përcaktohet perimetri edhe kufiri i zonës mbrojtëse. Kalohen këto dy faza dhe hartohen politikat. A i keni saktu ju zonat mbrojtëse? Sepse keni këtë hartë, a është që kjo të saktimi? Po, kjo është harta e qendrës historike të Prishtinës, do me thonë është e përcaktume dhe ka status mbrojtës prej vitit 2020. Mirë. Apo na tregon tash argumentet pse janë nal punimet në sheshin George Bush që gjenden këtu te harta e kuqe mbyllët. Cilat janë argumentet e ndaljes së punimeve në këtë shesh? Jeta me siguri se keni mujt me pa edhe ditëve të fundit ka qenë kogja mediale kjo ndalesa e punimeve. Në fillim du me potencu se nuk ndalën punimet që nuk do të zhvillohet aty, po qëllimi edhe mandati jonë i Ministrisë Kulturës bashku me institucionet kompetente për trashëgimi kulturore është ta realizojmë një zhvillim të kontrolluar. Do të thotë sipas standardeve dhe kritereve që e ruajnë dhe nuk e cenojnë monumentet që janë përfshime në këtë zonë, edhe vetë zonën se e mbrojtur. Dhe në këtë rast, pse keni supozu që nuk do t'jenë intervenimet kontrollume, apo që do t'arrujnë qatë trashëgimi, kur është hi intervenimi në sheshin George Bush? Jeta na nuk kemi supozu ende, do me thonë, është bo veprimi, pa e marrë një pëlqim. Okej. A janë paraqit, a kanë apliku për pëlqim Komuna Prishtinës? Deri në atë moment nuk kanë apliku. Deri në momentin kur janë ndalë punimet nuk ka apliku. Mas ndaljes së punimeve, se tash mbjen pakës me dalë te mandati Inspektoratit Trashëgimisë Kulturore, i cili është përgjec për marrjen e veprimeve në raste këtilla, me thonë, Inspektorati Trashëgimisë Kulturore i ka marrë hapat e vetë si mbas ligjit, ka ndalë punimet dhe e udhëzon palën si duhet vepru deri në marrjen e një pëlqimi. Në ndërkohë, Komuna Prishtinës, masi që ndalë punimet, jeni sigurt, sepse sipas tyne ata kanë lyp leje edhe përpara. Jo, asnjëherë nuk kanë lyp leje për George Bush. Jo. Nuk është rasti i parë George Bush, janë edhe raste tjera të komunës ku fillan pa i respektu procedurat administrative. Po shkojmë për secilin edhe prej atyre raste, po për George Bush po mesim kur kanë apliku për George Bush, kur kanë apliku për herë të parë. Për George Bush kanë apliku, do të thotë, mas marrjes vendimit nga Inspektorati Trashëgimisë Kulturore, kur i ndal punimet Inspektorati Trashëgimisë Kulturore, nxjerr një proces verbal dhe për një afat të shkurt 7 ditor duhet ta nxjerrë edhe vendimin. Dhe mas marrjes së vendimit për ndalimin e punimeve, komuna është drejtuar përmes qendrës rajonale në Prishtinë. Edhe o bo publike tash që e keni refuzu, qatë kërkesë? Jo, nuk e kemi refuzu. Okej, shumë mirë. Jo, Landa është në shqyrtim, jo. Hala në shqyrtim? Po, ka volum të madh Landës dhe mirë. Do me thonë që sa ku ka orë Landa në shqyrtim për sheshin kryesor? Do të na jemi brenda afatit ende për me shqyrtu Landën dhe mrena javës të ardhshme, vetë se përfundon afati dhe
njoftohet komuna me hapat që duhen të ndërmirëm drejt një zhvillimit kontrolluar. Njëna prej vendimeve cilat i kemi pa që i ka marrë inspektorati, ka thonë që inspektorati pse e ka nalë atë vend, ka thonë që po cenohet objekti i Radio Kosovës edhe Grandit, apo? Po. Tregom çka nën kupton ky cenim, sa larg detajet e këtij cenimi për publik, thjesht çysh janë cenu Unë kisha me shtu Grandi edhe Radio Kosova. Unë kisha me shtu këtu edhe rektoratin, edhe bibliotekën kombëtare. Këto që po i numëroj do të thotë janë krejt ndërtesa arkitekturore që kanë status të mbrojtjes. Unë e thash edhe në fillim, A ka me shku intervenimi deri te biblioteka? Po. Edhe unë e thash në fillim që kjo ndërhyrje e pa kontrolluar me njëherë jep sinjal që do të cenohet integriteti. Ndoshta projekti është i hartum për masa si mbas standardeve për konzervim dhe restaurim sakt për trashëgimin kulturore, mirë po veprimi i marrë me njëherë të orienton drejt një zhvillimi të pa kontrolluar. Ju po thuni se keni pa këtë projekt? Na e kemi pa. Dhe jemi në shqyrtim, do me thonë Instituti Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, ka komisionin profesional shqyrtues. Mirë, po mesim të... Mirë, po unë si drejtor ende nuk e kom marrë një rekomandim përfundimtar. Mirë, a mund është më kallëzu qusho procesi, qusho komisioni që shqyrton? A është komisioni qendrës rajonale, a është komisioni IKMM-s? A i që shqyrton? Po jeta, komisioni profesional shqyrtues e emran drejtori Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. E emroni ju? Po. Ai është në përbërje A shkon të qendra rajonale, a shkon drejt e IKMM-ja ky komision? Jo. Komisioni është gjithherën në IKMM. Me thonë takimet, shqyrtimet, krejt bëhen brenda IKMM-s. Ai ka 4 përfaqësues rezident dhe një përfaqësues i 5, do të thotë antari i 5 i komisionit profesional është gjithmonë antari i qendrës rajonale, prej nga vjen landa për shqyrtim. A mund është më na kallëzu që ta 4 antar, 5 antar që janë të komisioneve? A janë njerëz që këqyrin qysh me bloku diçka? Jo, jeta. I thirrën telefon dikush? Reagojnë apo këqyrin qysh me shliru? Nuk mendoj se këqyrin me bloku. Shpjegona punën e tyne. Për shembull, komisionet në shumicën e rasteve qysh kanë vendosur të kalumen, praktika 25 vjeçare. Kisha dash në krejt janë kolegët e mi. Po. Dhe çdo herë nuk jena krejt mirë. Në këtë pyetje kisha dash pak me më kursy dhe më fol direkt se është shqyrtu një numër i shumt i landëve gjatë periudhës prej se jam unë në Institut Kosovës dhe ndoshta edhe pak jam shumë e lidhne direkt me komisionin pikrisht për mos lejimin e këtyre shkeljeve që veç mi potencova a thirrën në telefon, nuk e di se ndoshta edhe nuk i thirrim për të mirë, po i thirrim pse se kryve ose pse se bona, ajo është nuk është çështje nashta që mu ma thojnë ose unë e duna mu marrë me kolegët, por çka du me thonë është kjo, pa dasht me zgjat shumë kohën, procedurat administrative janë për krejt, për gjithë njëjtë. Dhe një procedurë kur fillon një land të shqyrtohet, komisioni profesional ndalet vetëm në përshkrimin e kërkesës çka kërkon. Asnjëherë te individi, te institucioni apo te thënë shkurt te kërkesën. A ke qenë herë vet antare komisionit? Po. Edhe a ka presione? Të kaluamën, kur që s'ka qenë vetëvendosja në pushtet. A ka presione? Presione nuk muj me thonë se komisioni është profesional jeta. Do me thonë është gjithmonë jepet mendimi profesional, jepën udhëzimet profesionale aty. Komisioni nuk ka të bëj me politikën në këtë rast. E di, po që inspektorati menohet që s'ka të bëj me politikën, po drejtori inspektorati, zëdhni Hakaj, ka vonë ndërheqje në shaj proteste prej presionit, po thotë komunës. Atin, kjo po i bjen që ministri po bin presionit. Do thotë që ju jeni qashtu, po pëmani shembull, e pam, ishte çuditshëm që njeri del dhe thotë, më ka bo presion po jap ndërheqje. Presion të kujt, Reze, që shkon të jo? Ajo vin burrat e shtëpia, që është ky proces? Më falë që po e qes që tu, po na vjen me kuptu. Jeta, çdo refuzim si ipet, kime prit një ndikim. Por
Unë si drejtar edhe shumica po pothuajse gjithë anëtarët e komisionit mundohemi gjithmonë me jap më të mirën dhe zgjidhjen edhe argumentin edhe pse refuzohet. Mirë po, pala ka drejt të ankohet edhe në shkallën e dytë, që është Ministritë e Kulturës, cili spajtohet me refuzimin e landës. Mirë, veç kallëzom, lidhur me sheshin, tash o bo pyetje që komuna ka dalë, ka thonë, unë e kom e bo kallëzim penal ndaj inspektorit, që ma ka nalë punën, po më intereson, a ka gjithashtu padi kundër komunës, për që ka nisë këtë proces? A janë padi të ndërsjedha, atash mas i kanë hinë kësi konflikti? Në fillim e thash, është kove të fundit, është kogja mediatike kjo, Edhe ndaj komunës Prishtinës, nuk është mediatike, a ka padi ndaj komunës Prishtinës që e ka fillu këtë proces? Po. Kush e ka bo padi ndaj komunës Prishtinës, se po e dim që komuna e ka bo ndaj inspektorit? Ndaj komunës? Me thonë, kërkesa e Ministrisë të Kulturës ka shku deri në drejtorinë e hetimeve për rastin e George Bushit. Edhe Ministria e Kulturës para disa mujve ka bo padi kallëzim penal për komunën e Prishtinës? Ishullin. Për ishullin, për diçka tjetër. Shkojmë Shkojmë te ishulli. Veç para se me kalu te ishulli, po du me të pyet për dy çështje profesionale. Nëse intervenimin George Bush nuk mund të bëhen, që shka thonë inspektorati, si për afektojnë dy ndërtesa afër që janë Grandi edhe Radio Kosova, ka pas intervenime edhe në Grand, në pamje të Grandit, edhe në pamjen e Radio Kosovës. Pyetja është ku ka qeni KMM-ja kur ka pas intervenimin që të dy ndërtesa që ja kanë ndru pamjen? Unë me sigur, tash në pamjet kur ka ndodhur ndërhyrja në pamje, apo që në ndukjen e fasadave të ndërtesave që veç i potencove, nuk e di se a kanë qenë pjesë e listës, a kanë qenë të vendosura në listën e për trashëgimisë kulturore këto. A do me thonë që shumë vonë vendos Grandi e Radio Kosova? Po, mund të mendojnë, saksisht tash nuk muj me ditë, muna me gabu për vitin. Po nëse ndërhyrjet ka ndodhë në vitin 2007, 2008, 10, me siguri se s'kanë qenë pjesë. Që dy ndërtymje të vëndshme, kur gjë kundër fushatës Liria ka emën, po posteri, baneri, Liria ka emën, o qitë në ndërtesën e Radio Kosovës, edhe ja ka ndru pamjen. Ku keni qenë ju kur o qitë? Jënë institucionet kompetente, jënë qendrat rajonale, cilat jepin pëlqime për vendosjen e reklamave dhe banerave. Po të pys për intervenimin tjetër në hotelin Grand, është qitë punimi Petrit Halilis, i cili është me yje. Ja ka ndru pamjen gjithashtu. Kur gjë kundër prapë punimi Petrit Halilis? Ajo është një punimi përkashëm, do të thëtë. Ka qenë në kuadër të manifestës. Ka marrë leje. Ka marrë pëlqim prej Institutit Kosovës për mbrojtjen e monumenteve, është pajis me pëlqim për vendosjen e mbi shkrimit. Po do me thonë që edhe komuna po mu i ka me marrë leje si Petrit Halilaj që ka intervenu. Jo, dalon ndërhyrja prej ndërhyrjes. Hajde kalzëm që dalon për shembull. Kjo është shumë larg, kjo s'pe prej Grandit. Petrit Halilaj ka marrë leje që ka intervenu në Grand, mrena, adin në ndërtesë. O vendosë mbi shkrimi, do të thotë o vendosë me disa standarde që ju kam propozu. Në këtë rast ka marrë. Unë e thashë në fillim, nuk nalët një zhvillim, nuk asnjëherë s'pretendojmë me ndalë edhe një promovim të një artistit, apo një kërkesë çfarë do. Të bona ma direkte, a tentoni me nalë një kryetar komune që s'është e qësaj Ministrijet Kulturës së cilës ti përgjigjesh? Jo. Dëshmoma, nëse për shembull që, po të pyes në kohën që ka qenë në sheshin George Bush, intervenimi mas substancial që o bo, mas lufte në Kosovë është parkingu nën toksor, nën fakultetin filologjik që gati shkon të biblioteka kombëtare. Qysh e leju parkingu nën toksor me marrë leje prej IKMM-s që s'pe preka George Bushin, është intervenim substancial në krahasim me intervenimin e tanishëm. Jeta këtu mdo këtë shkum do vite ko gjama herët. 2020. So bashmati. 2020. Jo, nuk është bashmati, po kryesisht po nisna prej periudhës prej kur jam unë në institut dhe jam i gatshme të përgjigjem në ato, po... E vërtet, po mas është lokacioni njëjtë. E vërtet, rrezën që ti ke qenë me një qendrë rajonale krejt tjetër. Po qysh sot kur debatohet, tash o bu debati madh, qysh o leju parkingu
e nuk po lejohet, çfarë do ndryshimi që ka menduar sot. A është dashur edhe çatëherë o marr pëlqimi? E kom gjetë pëlqimin që prej IKMM-s. Po edhe atëherë është vepru pa procedura, do me thonë nuk janë respektu procedurat për ndërhyrje. Janë respektu sepse kom listën e po, gjatë të vendimit që e ka marrë IKMM-ja. Po, janë ndalë punimet nga inspektorati, njëjtën formë si kurse të Gjergj Bushi, po. Edhe 2020. Edhe 2020-shin, Kallxana. janë ndalë punimet nga inspektorati për trashëgimi kulturore, është për cilë anda në Institutin e Kosovës për mbrojtje, edhe aty janë njep rekomandimet disa herës, që është po adaptu mas mire, edhe është jepën fond pëlqimi për ndërhyrje. Okej. A do të thotë kjo, për qytetarë që ju këqyrin sot, shumë është me rëndësi me ditë, a keni me pas që disponim IKMM-ja që e ka pas para teje, me paraarsit e to, a ka me qenë edhe këtë herë disponimi me i bo adaptimet, me i dhonë sugjerime, apo thjesht jo, mi thonë me bloku Komunën e Prishtinës për intervenimin Gjergj Bush? Jeta, mi thonë jo, nuk e thojmë jo, nuk... Çka i thuni? Plotësoj kushtet, a? Plotësoj kushtet. Projekti duhet të jetë konform standardeve. Mirë. Ajo a një pjesë e plotësimit kushteve. Unë tash po foli si palë, si njeri që mu ka dashur me intervenu në ndërtesën e Gërmis, katin e parë ku kemi bo ekspozit për 25 vjetorin e përfundimit të bombardimeve, i kemi qitë arkivat e gazetarëve, edhe kur kemi intervenu atje, po ashtu inspektorati na ka qitë shiritat, inspektorati njëjtë Ministrisë Kulturës, na ka kërku me i plotësu kushtet për intervenim në ndërtesë mbrojtje të Gërmis. Edhe pse intervenimi s'ka qenë fasad, e cila është e mbrojtur, intervenimi ka qenë mrena, edhe IKMM-ja pa të kërku me marr pjesë në intervenimin mrena. A është diçka e ngjashme, tash unë veç po lidhna me çat provoj, a është diçka e ngjashme që mundeni me kërku prej Komunës së Prishtinës që IKMM-ja me marr pjesë në intervenim, çka do të ndodhë në sheshin Gjergj Bush që me qenë ju pjesëmarrës, që ka qenë Gërmi, edhe mos mu bloku, se Gërmi u gjbloku. A mundet me ndodhë njëjtë? Po najna për me gjbloku, nuk jena asnjëherë për me bloku Jeta. Do thotë gjithmonë diçka bashkarisht, në bashkëpunim. Si instituti, si qendrat rajonale janë gjithmonë të gatshme të bashkëpunojnë edhe me komunat, edhe në rastin e kësajna. Instituti i Kosovës, institucionet kompetente për trashëgimi kulturore, jemi të obligueshëm, na detyron detyra, mandati, që të bashkëpunojmë drejt hartimit një projekti sa ma përshtatshëm dhe adaptiv për... Ti po thu që jeni përmenimu, unë po ta kallëzoj edhe një rast, pe që e keni bloku sheshin Gjergj Bush, apo e keni qitë shiritin, ti po thu e keni intervenu për konzervim, unë po thonë blokim, po e di që kemi shprehje të ndryshme, po leo me thonë që është qitë shiriti edhe të Ministria e Infrastrukturës, të një ndërtesë që po dënë me maru. Ministria e Infrastrukturës, mas Gjergj Bushit. Jeta. 3 muj, fjala është veç për me ndo me njerës që se din, për ndërtesën e ish mekanikut, e cila është te kafet e vogla, edhe ka qenë thirrët edhe lulishte, po e lus regjin me na kallëzu foton, fjala është për këtë ndërtesë. Tash çka ka qenë të ndodhur që Ministria e Infrastrukturës 100 punëtorët të cilët janë në gjendje shumë tranë ku po punojnë ka 2 të ndërtesës Gërmis, kanë me dalë që to Ministria është të renovu, ju e keni nal para disa dite, masi që komuna ju ka pyet, kritikët e juj reze thojnë që masi që komuna e ka ngrit e ka thonë qysh po na nalni neve në Gjergj Bush qendër historike e se keni nal Ministrinë e Infrastrukturës që 3 muj është të renovu një ndërtesë të tillë, ju që atëherë mas 3 mujve keni qu inspektorë me nal edhe këto. Po mirë shumë e ka epni, do të thonë, e ka informu qendrën rajonale për veprimet që janë të ndodhë dhe qendra ka vepru me njëherë ka lajmëru inspektoratin. E ku ke qendra dhe ishtash? Po nuk e... Jeta nuk më... Tash është pakës pyetje për mu ku ke qendra. Qendra i ka marrë hapat me njëherë si e kanë informu. Jo, kjo i bjen që qendra se ka menu që po bon kesh Ministria e Infrastrukturës. Se ka menu se është mbrenda zonës, ndoshta edhe një pjesë pak ma kështu... Jo, ndoshta qendra se den ku e o zona, halo? Jo, e den. Po pikri... Po 3 muj e kalon këtë mos me qenë në zonë nuk e kish përcjell heq qendra. Po qendra duhet me di që për shtypjen që e ka kriju, tash kom folja dhe me mbikëqyrësat e këtij projekti, ata po thojnë na ka zonë vala e ndalesave që e ka nis një val
me një trame shumë të vrame instituti edhe neve na ka në zonë Valaj që saj kështë qendrë historike të komunës Prishtinës. Po mirë jeta, nuk i nxen instituti kitë valë. Ata e kanë marrë një valë pa i përcjell procedurat, apo më kuptan, do me thonë shkelin procedura administrative, ligjore dhe profesionale. Dhe prapë thom, asnjëherë nuk jemi mi thonë jo një intervenimi, ku është fati krejt ndërtesat që kanë status, konservohen, restaurohen dhe jipen në funksion, po edhe këto si të rasti ish mehanizmit që është ndërtes me potencial drejt ruajtjes. A është standardi i njëjtë, Reze, se përshtypja është që për një institucion si qendër keni qenë non, e keni lënë 3 muaj derisa s'ka ardhur momenti dikush me ju kritiku, e keni lënë. E në komunën e Prishtinë, në intervenimin George Bush, me njëherë reagut, jo mas 3 muaje ndërtimesh, për dikon non, për dikon njerë, që kjo është një farë përshtypja, është standardi i njëjtë. Si dhe është standardi i njëjtë me komuna tjera të Kosovës, Reze. Po jeta, une fillimisht deshta me tonë, nuk është veç komuna e Prishtinës që bën shkelje dhe mos respektim të procedurave, kemi edhe në komuna tjera, në rastin e fundit e kemi edhe në komunën e Vushtresë. Me tonë dalën veprimet dhe i pën udhëzimet nga inspektorati Gjatë kohës që je drejtoresh ka ndodhur kjo, udhëheqëse? Tash? Po. Çka është? Ndërhyrjet që kanë filluar në zonën, në perimetër kalaz Vushtresë. A keni dërgu kallëzim penal për komunën e Vushtresë? Jo, sepse as kallëzim penal nuk dërgojmë na, po as inspektorati nuk dërgon kallëzim penal përderisa pala i përmbahet udhëzimeve dhe e di që si je Ministri i Kulturës, po në Vushtri... Jo, kam i bën pak pyetje. Po, jo më ati bëj nështë edhe që takojnë ati, po Vushtri nuk ka bo kallëzim penal për intervenim në monument mbrojtën Ministria e Kulturës, po në Prishtinë ka bo. Jeta, kallëzimi penal bëhet atëherë kur ndalën punimet dhe investitori merr prap veprim. Ndërsa te sheshi George Bush është një kallëzim penal tjetër, kena të bëjmë me individin, me kolegon ton, që ndoshta tash nuk është e imja me sqaru. Mirë, ka të bëj me, po thu për kallëzimin penal që e ka bu Komuna e Prishtinës. Po the që një kërkesë për hetim e ka bu ministri edhe ndaj Komunës Prishtinës që ka të bëj me ishullin urban. Që po dalim te ishulli urban me fol për çka është fjala? Është fjala për vendin mes urën që ka me lidh, që është po plan me lidh Dragodanin, apo Arbrin tash ish Dragodanin me Pallatin e Rinis. Kallëzom, çka o problemi aty, për çka është që ajo kërkesë për hetim që fillove parës me kallëzu, çka është problemi këto? Problemi aty se në parcelën ku parashihet ndërtimi i teatrit, operës dhe baletit, kalon kjo ura, do të thotë pjesa e ishullit, ura që ndërlidhet me ishullin urban. Po ashtu edhe njëjtën kohë Pallati i Rinis është monument në mbrojtje, ka status mbrojtje. Njëjtën kohë ndërhyrjet që do të realizohen, po ashtu ja cenojnë integritetin Pallatit Rinis. Kjo ka, mirë, po për këtë kam bo kërkesë, se si do duket, ku do të bohen? Po edhe u refuzu. Sepse nuk është para pa ndërtimi i Tobit, ndërtesës teatrit, operës dhe baletit. E ka dalë, tash, është refuzu sepse nuk është para pa ndërtimi teatrës i objektit të teatrit e operës. Po. Ju a jeni këtu për objekte tashme kulturore, a jeni për me mbrojt monumente ekzistuese kulturore? Gjithsesi edhe ekzistuesen kulturorën. Jo që është tashme si jeni hesë, si një mandat me mbrojt teatrit që së maru halo. Jo, është e planifikume, është marrëveshje mes Ministrisë Kulturës edhe Komunës, jo në nda, do të thotë parcela është nda për teatrin e operës dhe baletit. Marrëveshje Komunë dhe Ministri, prona komunale dhe Ministria Investitor. Ndërhyrjet që kanë pas më bo për ndërtimin e ishullit, e prekin edhe ndërtesën e Pallatit Rinis. Kjo është e para. Mirë, po shumë largë janë ndërhyrjet janë urgjente, Rezes, sepse i ki qytetarët e Prishtinës që na kanë dërgu këtë foto, që në ndërkohë janë të bo shkallë prej zorit që s'kanë ku me kalu aty. Do me thonë, ti e tu i thonë, qytetarëve të Prishtinës. Jo, nuk po thamë. Ka dole, prit një halase se kena maru njëherë teatrin operës, mi njëherë duhet aj teatri operës, halaso prokuru, halaso fitu, halas ka nisë më ndërtu, në ndërkohë s'ka më bo urë
që ja mundëson qytetarëve me kalu, veç pse so kry hala teatri operës. Mundet mu propozu një ndërhyrje tjetër, do të thotë një formë tjetër e ndërhyrjes, jo kjo. Mu arnu apeta, Prishtina që 25 vjet tu arnu, apeta arnema? Jeta ndoshta edhe po mungojnë disa diskutime publike, cilat ndoshta i shkon mirë na bashkarisht mi përcjell. Po du me më kallëzu pse që kjo urë e propozume janë zërë qytetarët mes Arbris edhe Pallatit Rinis që s'ka kalim. Kalimi është mesjetar. Që kjo pjesë është që me vite tona të e prit që të urë e cila është e menume prej mëti. Këto nuk është na i zbulim i ri i përparim Ramës, kur e maru nëse pajtosh me mu, a e kom gabim, prej juve arkitektve ose komunitetit kom dëgju që Pallati Rinis gjithë ka pas mu lidh me një plato me Arbrin. Po. Atëherë, pse s'mu teatri operës rreth qasaj mu maru, rreth qasaj ideje, i cili halasë dizajnua, po? Jo, ajo është dizajnu, do të thotë edhe është përzgjedh përfituesi për hartimin e projektit. A e ka marrë lejnë ndërtimit qaj teatr i operës? Jo, ajo është në fazën e hartimit projektit. Hartimit. Atëherë, veç në po thëmë, qysh janë qitë blokada që po ndodhë në këtë vend ku është shumë anëzër, se sheshi Gjashbosh, shumë anëzër për këmsor, është që nëse i KMM-ja ja ka nalë komunës Prishtinës ndërtimin e një ure me të kontrollume, që mos me prish Pallati Rinis, atëherë komuna Prishtinës mundet mi thonë Ministrisë Kulturës se s'pëtat lenë, se ti mu po blokojnë e ty, që shtu po shkojmë Kosova edhe 20 vjet tashme, blokad totale njëri tjetrit, po mesim qytetarët na të këqyrë si topin e futbollit, pe njëri tjetrit të shku. Reze, a ka dalje për kësaj situate? Ka dalje jeta, ka. Veprimet gjithmonë bashkë mi marë. Zgjidhje ka edhe për ishullin prej Arbëris deri te... Aman i zgjidhje, që po pajtojmë gjaqe. Që tu jena po pajtojmë gjaqe. Jo, tashme nuk jam e thirur me jepë zgjidhjen, do të thotë është janë bashkëpunëtorët profesional, janë profesionistët. Po që një vjetë po flasin s'janë ka mujnë me bo zgjidhje, nuk janë ka flasin me zveti. Munën mu bo zgjidhje të jeta kur të bashkëpunojmë. Po dhe jo veç kur komuna po dhe s'po dënë, e kemi kërkesën prej komunës që ja ka bo Ministrisë Kulturës me bashkëpunu për me i koordinu dizajnin e teatrit operës me që dizajnin e urës. Nuk po dojnë, komuna po dhe ata s'po dojnë më taku dhe mu bashkërendu. Ju po dini në anën e komunës. Më falë, të Ministrisë Kulturës këtë ras pe blokoni urën e cila për qytetar është urgjente. Jeta për kërkesën që e thama herët nuk kam njohuri. Po. Jo. Dhe kisha dasht me ta thonë kështu publikisht që asnjëherë nuk tentojmë t'ja ndalim komunës punës se nuk bën mu zhvillu Prishtina në këtë mandat. Ama teknikisht është bloku ishulli urban. Teknikisht ja keni bloku, që një vjet. Apo? Jo, nuk ka një vjet më pak është. Mirë. Jënë të i kalua fatit, është bloku. A keni bo propozim? Tash po thu, nuk jeni ju ata që i bëni propozim, po ma herët the që IKMM-ja i bën kërkesat për me adaptu deri mbrojtje në konzervim, i bëni kërkesat. I bojmë. Edhe në këtë rast, keni kërku planifikim për teatrin e operës baletit që së kry hala, që nuk është hala. Kina kërku mu respektu parcela ku është e planifikume. Do të të zgjidhja tjetër. Pa ajo parcel nuk është e dedikume me kuvend komunal që është duhet me dediku për shfrytëzim të pronës publike. S'ka kalu në kurfar procesi të komunës për me ju dhonë teatrit operës. Hala s'ka kalu. E ju po e ndaloni një projekt tashëm të ma të shpejt, ma urgent, ne më diçkafi që si ka kalu këtë procedurat. Ministria e Kulturës nuk e ka kalu në kuvend komunal Prishtinës kërkesën për shfrytëzim të pronës publike. Jeta nëse s'kishte me kalu qysh atëhere procedurat e prokurimit janë zhvillu për hartim të projektit. Janë zhvillu se menojnë që e kalojnë. Qështu si çdo institucion që po planifikon sene për njës procedura, ma vonë po mirët vesh, që janë edhe do leje që du të me marë, nuk është edhe... Për shembull, që, po ta jep shembullin tjetër, e ki teatrin kombëtar, i cili o nis, edhe o zhagit për shkak se si kanë marrë lejet nga IKMM-ja, Ministria e Kulturës. Është e vërtet? Po, e vërtet është. Jo, nuk është veç teatri kombëtar, tash. Unë po të thëmë ka edhe ndërtesa tjera, cilat ka ndoshta që një vjet, gati janë prej vitit fillimit 2024, cilat nuk kanë arrit ende me marrë lejen për ndërhyrje. A janë ato ndërtesa qendrës, atë komunës? Ato ndërtesa janë
ndërtesa Nivelit qendror, po janë asete. Nivelit qendror. Po ndërtesa me status të mbrojtjes vendosën në listë, sepse Ministria e Kulturës dhe harton politikat programore për trashëgiminë kulturore, do të thonë ruajtjen dhe mbrojtjen e ndërtesave që kanë status të mbrojtjes. Dhe këto planifikohen investimet. Masi është projekt i Ministrisë Kulturës. Pse ju e keni vënu ministri në bisedë kur i kom thonë apo bllokon ti projektet të Ministrisë Kulturës, ai ka thonë apo i bllokon përmes IKMM-s, ai më ka thonë te kisha unë ndori IKMM-n, se kisha lënë me mazhagit teatrin kombëtar që shortu mazhagit. Edhe ajo anku njuve. Kallëzom, çka ka ndodhur në teatrin kombëtar të Kosovës? Pse Ministria e Kulturës e vënoi një vit derisa e mur edhe pëlqimin prej jush? Vënu një vjet jeta sepse projekti nuk ka qenë i hartum profesionalisht për mbajtja profesionale e ndërhyrjeve konzervuese, restauruese dhe pjesës tjetër shtesë, që do të thotë propozimi për pjesën interpolimit që tash thon ka rruga Agim Ramadani, nuk kanë qenë konform standardeve. Do të thotë hartuesi projekti derisa ka arrit të harton projektin konform standardeve profesionale, edhe faza tjera të adaptohen, do të thotë s'është veç arkitektura, po edhe faza tjera me qenë të adaptueshme, do të thotë kushtet për artistat, binat, këto kanë qenë disa tjera faza që është dashur bashkërisht na shtatë me nuk u bë mediatike, që kjo zhagitja e punës së teatrit kombëtar. Nuk u bë mediatike, është ajo arsyeja pse ju po perceptoheni që jeni tanshëm kur edhe pse ja keni nal ja keni vënu edhe teatrit kombëtar? Ndoshta mediatike bo, po na kena pas shumë takime me trupën e teatrit kombëtar, drejtorin. Artistat, aktorët mu kanë anku shumë në këtë zhagitje. I keni lënë pa teatr, që 2 vjet, askëni asane i keni lënë. Ministria e Kulturës se ka kry, ma shpejt se që o prit, 2 vjet pa teatr kombëtar. Pa ndërtesë teatri kombëtar. Sidoqoftë, e përmene, jemi në fund intervistës, po du mos me lanë pa e përmen edhe një projekt qënësor që prapo është bloku, që s'ka dialog mirëkuptim mes Komunës Prishtinës dhe IKMM-s, e fjala është për nënkalimin, kërejt komunat e Kosovës dojnë me bo nënkalim, Komuna Prishtinës një nënkalim, s'po mund e bon prej teatrit kombëtar deri te sheshi që me blokuat, që mos me pas kere që shkojnë ka rruga me një mu pjesën historike të Prishtinës ma në fund mu duk me pas në një qendër që duket për turista qendër. Historike që është të teatri kombëtar xhamia, mos me pas kere, me pas veç një nënkalim. Tash, Komuna Prishtinës po thotë që aty i ka përcel procedurat, ju ka qu juve kërkes, pse s'po mundet mu leju nënkalimi? Pse nuk ka një studim të fizibilitetit jeta? Edhe për neve, profesionistëve, është shumë ma e mirë që mos me pas qarkullim të veturave, makinerisë trond para ndërtesave. Mirë po hapja një kanali për një nënkalim e rrezikon krejt atë ansambël të ndërtesave trashëgimisë kulturore që Po edhe kere që kalojnë sot me kamiona e rrezikojnë. Edhe sot është në rrezik, pajtohem. Mirë po, për me ardhur deri te zgjidhja, te zgjidhja e propozuar e komunës, neve na duhet një studim. Po veç, a keni ju studim që thot që nënkalimi e damton xhamin, muzeun kombëtar, keqat rreth që në historike. A ki studim që thot që e damton, që dëshmon këto që po thuaj? Na tutemi që e damton. Po e damton jeta se aty, do me thonë, prejkët arteria kryesore, prejkën themelet. Po që unë e kom po që parkingu në toksor në Prishtinë qendër te filologjiku nuk e ka dëmtu, nuk shtajem laike, po të flasë si laik. Qysh parkingu në toksor në qendër Gjergj Bush nuk e dëmtoj bibliotekën kombëtare, që është shumë më rëndësi për neve, fakultetin, nuk e dëmtoj, e pe dëmtoj ka këne. E dëmton se aty ka ndërtesa prej shekullit 16 jeta, të thotë është xhamia. A i keni dhonat? Po. I keni dhonat që aty nëse fillon mu gropu, dalin ndërtesat e shekullit 16. Jo, po mendoj themelet e xhamisë, dhe nëse gropohet mirë po edhe profesionistët e fushës, si arkeologët edhe arkitekt, e thojnë dhe duhet bëhet në të ardhmen kjo, që aty do të del edhe një pjesë
e qendrës vjetër të Prishtinës. Mirë, veç, a është kjo e kryme, kjo punë e kryme, e keni vendos, sepse mas një viti është vendos, dalimi prej momentit që ju kam bu kërkesën, është një vit mas ne keni vendos, apo me andalu komunës Prishtinës Jo, jeta... në nënkalimi. Jo, nuk është një vit. Do të thotë, është... Landa është procedur në regull të nënkalimi. A do të thotë që kjo është punë e kryme që s'kemi me pas nënkalim atje? Komuna shpesh po thirret se nuk pidim procedurat. Jo, i din të sheshja Agim Ramadani, procedurat i ka përcjell. Kallëzon që ka ndodhur te sheshja Agim Ramadani? Për cilin intervenim i ke fjalë? Për çito nënkalimin. Po i ka përcjell, po jeni refuzu? Po i kemi refuzu. Unë po du me thonë që komuna... As jeti qaj që theshtë dhe i porës, na i këshillojmë, i drejtojmë edhe ata mujnë me bo intervenimet varësisht prej që shi këshillojmë. Po na e kemi këshillu në vendim, vendimi nuk është refuzu, veç që nuk ban. I ka arsye të në vendim. Këtë është me arsye vendimi, pse nuk ban. A ka rekomandime që është bën me bo në nënkalim, duke marrë parasysh që ti po pajtuar që keret me kalu për mi s'është mirë. A ka rekomandim që është mund është me bo tunel, as bën keq? Do të më bo një studim i fizibilitetit të përbashkë prej krejt profesionistave. A duhet edhe ju si IKMM apo qenë rajnale e Prishtinës me pas qa studim fizibiliteti, a bërë me bo jo? Edhe na duhet me bo bashkarisht. Do me thotë në interes, se kjo është zonë që na obligon krejt institucionet, qendrore, komunale, edhe individet mu marrë me ruajtjen dhe mbrojtjen. Për një pyetje të fundit kemi kohë, të lutëm kallëzëm, çka do të ndodhë me hamamin e Prishtinës, intervenimi cili me 10 vjetë tona ka qenë i dështum, edhe kur s'ke qenë ti shefe IKMM-s, çka po ndodh me hamamin? Hamami është drejt hartimit projektit për ndërhyrjet në hamam që do të bëhen të ardhmen. Qendra rajonale e trashëgimisë kulturore në Prishtinë bashkëpunim me TIK-ën janë duke hartu projektin për konzervim dhe restaurim, dhe njëkohësisht brenda kësaj është t'ju hartu plani i menaxhimit. Diçka s'po muj pa më kujtu që në këtë qytetet e botës që janë më të vjetra se tonat rreze, ka metro që ka lënë nër objekte kulturore, ka tunele, vene që kanë mri me bo qëta dhe me rujt qytetin e vetë historik. Pse në Prishtinë e pa mundër më bo që kjo? Po, dhe ata i kam paraprit disa studimeve jeta ma herët, më thonë. Nuk është që vetëm ti me një makineri fillan me bo një ndërhyrje, mi hap gropat, edhe ajo është një përgjithësi e madhe. E në qatë projekt që ka bo Komuna Prishtinës që ju ka dhonë juve, s'ki po studim që është në këtë nivel profesional. Jo jeta dhe asë njëherë nuk po thëmë që s'jemi për me ofru zgjidhje. Po në këtë rast, nëse ne i themi po kompetencat, i kemi na mi thonë jo edhe po në rast se ndodhë diçka, nëse e përgjithësit bin krejt me Institutin e Kosovës, ai i cili e merr vendimin, qoftë ai i mirë apo i keq për palën, kompetencat prap përgjithësinë e marr instituti. Po në këtë rast, te këto ndërhyrje, çka do që ndodh, atëherë shohim instituti ka jap leje. Faleminderit shumë Rezart. Faleminderit jeta. Ishte kjo Rezarta Logja Vitaku, udhëheqëse e Institutit të Kosovës për mbrojtjen e monumenteve. Ju vazhdoni me na shkrujt, sidomos për krejt ndërtimet ilegale, intervenimet që janë bo, çka keni për komuna, jemi këtu, në kallëzo.com mos harroni me na shkru, deri në emisionin radhës për neve në kallëzo për një men, natën e mirë.